fuzues të çdo marrëveshje të mundshme për të mirën e vendit tonë. Mirë, po jo në këtë moment, jo me këtë platformë politike, jo me këtë kryeministër dhe jo me lëvizjen vetëvendosje. Ne kemi organet e partisë, të cilat diskutojmë në platforma të ndryshme, diskutojmë në mbledhje të ndryshme, diskutojmë edhe me këshillin drejtues, diskutojmë edhe me kryesinë e partisë, edhe me grupin parlamentar, dhe vim tek vendimet të cilat i vlerësojmë që janë në të mirën e vendit tonë. Dhe asnjëherë nuk marrim vendime ad hoc që unë sot në studio të vi dhe të jap një përgjigje se a do të ketë apo nuk do të ketë. Mirë, po e thash atë që kemi si qëndrim të Partisë Demokratike, që me këtë kryeministër, me këtë parti politike nuk kemi asnjë pikë e cila na bashkon për të mirën e vendit tonë dhe si rjedhoj ne nuk pranojmë që t'jemi në qeverisje. E pat një deklarat, një intervistë që pat zoti Kurti si komentoni, tha menzi në farë forme kemi largu PDK-n prej pushtetit edhe 4 vjet do të me lanë në opozitë. Si komentoni deklarat në zoti Kurti që menzi kemi hjek, po do të me lanë edhe 4 vjet PDK-n në opozitë? Kjo nuk është vendim që e merr zoti Kurti, është vendim që e merr Partia Demokratike në rast se ka një ofertë. Dhe zoti Kurti e ka të qartë që Partia Demokratike nuk hyn asnjë formë në koalicion me të. Prandaj edhe bën deklarata të tilla, mirë po mirë është me provu besimin të cilin ja ka ofruar qytetare që të ofrojë stabilitet për këtë vend dhe jo degradim në çdo formë të mundshme në çdo sferë të jetës së qytetarëve tonë. Stabilitet, se unë më ofru stabilitet kur jeni të bllokuar gjithandej partitë politike, edhe si opozitë nuk ka marrëveshje, edhe si gnena për çfarë stabiliteti. Cilat janë gjasat në stabiliteti arian kur janë gjithë këto mure, gjithë këto pozicione, gjithë këto qëndrime, gjithë këto refuzime, refuzon ai, refuzon ky, është një statë e papam asnjëherë. Jem që 18 vjet pjesë e mediave, s'm ka rënë me pas një statë të tillë. E vërtet. Situata e cila është kriju, mendoj që fillimisht i takon partisë së parë fituese të zgjedhjeve, që qytetari ja ka besu plot 48 deputet. Dhe mendoj që ka edhe obligim ligjor dhe kushtetues që t'i formoj organet qeverisë, që të formoj kuvendin dhe qeverin. Në rast që nuk e ka atë mundësi, të ketë paktën një përgjegjësi publike dhe të thotë që unë nuk ka mundësi dhe t'ja ofroj mundësinë cilës do parti politike, që ka mundësi të ofroj një koalicion dhe të ofroj vota të mjaftueshme që të formoj edhe qeverin, mirë po të konstituoj edhe kuvendin. Si e komenton refuzimin e Kurtit, ose mungesën e një ofertë, ose një ftesë ndaj PDK-s, si tendencë frike, si tendencë poshtnimi, apo si tendencë në jetën kohën takime ju fton, po nuk kemi pas një ftesë zyrtare. Edhe zatë nuk keni qenë vetëm që ju keni përzisë, ka pas shumë polemika të ndryshme, por ju keni përzisë një takime dhe ka qenë shumë i qartë, zoti Krasniqi, sepse PDK-ja shkon në takim, por është kundër një koalicioni. Si e komentoni refuzimin e kësaj ftese, ose mungesën e një ftese të tillë të zotit Kurti ndaj PDK-s? E thash edhe më herët, që Kurti nuk dërgon ftesë tek Partia Demokratike sepse e din qartë që Partia Demokratike nuk hyn në koalicion me vetëvendosjen, me një program të tillë dhe me qëndrime të tilla që i ka ndaj institucioneve dhe ndaj shtetit e Kosovës. Pra nuk kemi asnjë pikë që përkon dhe na përbashkon me lëvizjen vetëvendosje. Dhe kjo është arsyeja që zoti Kurti e din sakt që Partia Demokratike nuk shkon në koalicion në këtë formë me lëvizjen vetëvendosje. Arian, para nuk hezitove me syt hipokrizi politika. Kishme ju së ditë zoti Kurti më jap dërgu një letër ose një ftesë juve PDK-s? Zoti Kurti bash nuk na çudit me asnjë akt apo veprim që ai e merr, as me vendimet e tij. Kështu që një vendim dhe një akt të tillë, një ftesë të tillë mundet me bë, mirë, po nuk është që do e ndryshoj qëndrimin e partisë. A i shkon mirë ashta me shqyrcu mundësinë PDK-ja në rastin një ftesë të tillë të ditë që ka fillu pak edhe presionin ndërkombëtar. Kemi po s'ka presion sigur të kalumen, mos po merret kërkush faktikisht me ne, po kemi pa këtu disa ambasadorë që defilojnë për kuvendet dhe bëjnë thirrje për mundësinë e një koalicioni. A mendon se çdo të mos shqyrtu një ftesë zotit Kurti, apo është e preme kjo farë çështje, që në këto rrethana nuk ka lidhje me vetëvendosjen? Sigurisht, momentin që ne pranojmë ftesë nga subjekti i lëvizjes vetëvendosje, patjetër që ne kemi organet e partisë, të cilat do i diskutojmë, do marrim edhe vendime, mirë, po deri më tani e keni parë dhe qëndrimin nga kryetari i partisë, po edhe nga deputet tjerë të Partisë Demokratike që janë përfaqësues, po ashtu edhe anëtarë të kryesisë që ne jemi të prerë deri më tani dhe ne nuk kemi asnjë pikë që na përbashkon as në programin tonë që kemi qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. Në rast se ajo njën për pozita president, kryeministër, a kishme si të nduese për PDK-n?
për Partinë Demokratike pozita nuk është gjithçka. Është përgjegjësia ndaj qytetarëve, përgjegjësia ndaj shtetit. Kështu që asnjë pozitë që zoti Kurti ofron nuk është pozitë që do na bën të ndrojmë ne qëndrim karshi vendimit që e kemi për të. Në asnjë formë, as të çështja e presidentit, as posti i presidentit, as posti i kryeministrit? As posti i presidentit dhe as posti i kryeministrit nuk janë çështje që janë diskutuar ose që kanë qenë ndonjëherë temë që ne me i diskutu në organet tona të partisë, që nëse na ofron këtë pozitë apo atë pozitë, ne do të pranojmë koalicion me të. Tek ne, primare është përgjegjësia ndaj qytetarëve tonë dhe çka po i ofrojmë ne si Parti Demokratike me partnerët tjerë të koalicionit. Arjoam, pse po insiston zoti Kurti vetëm të emri Albulena Aziut? Si e komenton një sistem të tillë, është i prem, o Albulenën, o Bohis? Sinqerisht nuk kam koment kur e din qëndrimin e secilës parti karshi emrit të Albulena Aziut. Mendoj që si një person që ish dashur të ndihet përgjegjës karshi qytetarëve, karshi votës që i kanë besu, karshi procesit demokratike, parlamentar, karshi konsensusit institucional të brendshëm, të ketë një minimum përgjegjësie që të ndroj emrin dhe të ofroj një emër apo të propozoj një emër i cili do të ishte i pranueshëm edhe për subjekte tjera politike dhe të kemë mundësi që të zhbllokojmë situatën në cilën jemi. A është interesum zoti Kurti të bëjë institucionet? Zoti Kurti Ka pas komente të ndryshme, që po refuzon për shkak